Ne sot do të flasim për skedën e librit. Shkrimtarët në fillim e shkruajnë librin, pastaj e çojnë te shtëpia botuese, ta redaktojnë dhe ta printojnë, t'i vënë kapakët me ilustrime dhe më pas e nxjerrin në treg për ta lexuar. Libri që unë kam sjellë ka titullin Ana Flokuqja. Ana Flokuqja ishte një jetimore dhe dëshironte shumë të kishte një familje. Një ditë të bukur erdhi një vajzë, një grua dhe e adoptoi Anën. Ana u gëzua shumë dhe kështu ajo kur shkoi në shkollë gjeti dhe 2 miq të mirë. Ana tani ju plotësua dëshirat dhe ka 2 miq të mirë dhe një familje. Mesazhi i këtij libri është që mos të dorëzohemi kurrë. Autori Lucy Montgomery dhe shtëpia botuese Dritan Tirana. Unë sot do prezantoj librin Peter Pani. Peter Pani është një djalë që nuk rritet kurrë dhe jeton në një ishull magjik. Mesazhi i kësaj pjese është që ne nuk duhet të harrojmë fëmijërinë, të besojmë në ëndra dhe të duam familjen dhe miqt. Unë sot do prezantoj librin Pinoku. Pinoku është një djalë prej dërase. Ai gënjen shumë dhe i rritet hunda kur gënjen. Mesazhi është që ne nuk duhet të gënjejmë asnjëherë. Autori është Carlo Collodi dhe shtëpia botuese është Redona Publishing. Unë sot do prezantoj librin Qeni njeri. Ky ishte një njeri që bëri një aksident dhe kur vajte në spital i vu një kokë qeni. Në fund ai u shpall heroi i popullit. Autori i këtij libri është Dev Pikley. Mesazhi i këtij libri është që ne mund të bëjmë shumë gjëra të mëdha. Unë sot do prezantoj librin Hansel dhe Gretel. Autori i këtij libri është Orhan Keski. Shtëpia botuese është Zambaku. Mesazhi i këtij libri është që neve nuk duhet të gënjejmë. Unë sot do prezantoj librin Jim Hopsa dhe Lukas Makinisti. Autori i këtij libri është Orilia Stavasani. Është shtëpia botuese e Albas. Na ishte një qytet i vogël që jetonte një makinist me emrin Lukas. Ai në qytet erdhi dhe një djalë i vogël me emrin Jim Hopsa. Më pas ato ikën në një vend që të shpëtojnë një princeshë. Më pas ato jetojnë të lumtur. Mesazhi i këtij libri është që ne duhet të jemi shpëtimtar. Unë sot do të përshkruaj librin Përralla për vajza. Unë kam zgjedhur vetëm një përrallë nga kjo. Ajo përralla quhet Rosa e bardhë. Na ishte një herë një princ i pashëm që martua me një princeshë. Një ditë princi duhet largohej. Ai i tha princeshës që ti duhet më premtosh se ti duhet të rish brenda në pallat dhe nuk duhet të dalësh për jashtë. Princi një ditë erdhi dhe ato jetuan të lumtur. Autori është Aleksandr N. Afanasieve. Mesazhi i kësaj pjese është ne nuk duhet të gënjejmë të tjerët sepse e vërteta del direkte. Unë sot do të prezantoj librin Maçoku me çizme. Autori i këtij libri është Robert Anastasi. Një herë një kohë një djalë i cili babai i tij kishte ndërruar jetë. Babai si dhurat i kishte dhënë djalit 3 florin dhe një maçok. Mesazhi i këtij libri që edhe me gjërat e vogla ato mund të çojnë në qëllimet më të larta. Titulli i librit tim është Pinoku. Autori është Carlo Collodi. Përmbledhja e këtij libri është ne ishte njëherë një kukull druri. Ai u kthye në një djalë të vërtet. Ai kalon shumë aventura edhe kupton që nuk duhet të gënjejmë. Personazhet negativ janë Maçoku dhe pra Zjarrngrënci. Personazhet pozitiv janë Pinoku, Gjepeto dhe Zana e Kaltër. Unë do prezantoj një libër që e ka titullin Në mbretërinë e fantazisë. Autori është Jeronim Stiltoni. Jeronim Stiltoni udhëton në botën e çuditërave për të shpëtuar mbretëreshën e zanave. Ai përballet me përmendësha dhe me dragoj dhe me krijesa të tjera të çuditshme. Ky libër është shumë i interesant dhe ja vlen që ju ta lexoni. Libri që do përshkruaj është Fabulat e Ezopit. Ky flet për një ujk i cili bëhet bari. Mesazhi është që ne nuk duhet të ndryshojmë rolet. Egërësira më mirë të ngelet te egërësira. Një ujk një ditë nuk kapte më dhije as dele sepse ishte plakur dhe i hyri në tufë, duke u maskuar si bari. E dëgjuan se ishte një ujk dhe pastaj atë e kapën të gjallë.
Autori La Fontaine, përkthyesi Anton Zako Qajupi, Shtëpia botuese Dritan Tirana. Unë jam Joni, unë sot të prezentoj librin Gjergj Kastrioti Skënderber. Autorët janë Luan Rama dhe Solit Kasemi. Sot unë do përshkruaj librin Pinoko. Autori Carlo Collodi, mesazi është që nuk do gënjim se gënjesha do dali gjithmonë. Do prezentoj librin tim Pinoko. Pinoko është një kukull lodër, pridrori. Gjepeto e bleu dhe zana erdhi e bëri njëri normal. Gjepeto i dha lek Pinokut dhe Pinoko e gënjeu dhe shkoi në cirk. Gjepeto i dha lek Pinokut për të blerë libra për të shkuar në shkollë dhe Pinoko e gënjeu. Mesazhi i këtij libri është që ne nuk duhet të gënjejmë. Autori është Carlo Collodi. Unë kam shumë libra të preferuara, por libri që më pëlqen më shumë është ky libër, që është libër shkencor. Unë do t'ju tregoj librin Nils Holgersson. Nils Holgerssoni ishte një djalë çapkën që nuk i dëgjonte prindërit dhe i torturonte kafshët, por një ditë një elf i bëri një magji edhe u shndrua në një fëmijë sa një gisht. Mesazhi është që neve duhet t'ju bindemi prindërve. Unë e pëlqej shumë ilustrimin e librit Pinoku. Unë kam prezentuar librin Aventurat e Tim Pakut dhe shokët e tij. Unë do të prezentoj Skelën e Hirushës. Kjo libër është me ngjyra. Unë do prezentoj librin Don Kishoti i Manchës. Autori i këtij libri është Odise Grillo. Shtëpia botuese është Zambaku. Unë do prezentoj librin Peter Pan. Peter Pani kalon shumë me aventura me shokët e tij, edhe duke bërë lufta kundra kapitenit Grinch. Ai lufton derisa fiton. Unë sot do të prezentoj librin 5 javë në balon. Autori i këtij libri është Jules Verne. Personazhet pozitiv janë Dr. Fergusoni, Diku dhe Gjoja. Dr. Fergusoni dhe dy miqtë e tij vendosin që të bënin një aventurë të rrezikshëm me balona për në Afrikë. Ato kaluan shumë rreziqe. Në fund ato arritën qëllimin e tyre. Mesazhi i këtij libri është që çdo gjë është e mundur. Ju ftoj që të lexojmë sa më shumë libra